Më 20 nëntor të vitit 1947, Nako Spiru, një nga krerët komunist shqiptar, ministër i industrisë, kryetari Komisionit të Planit të Shtetit dhe kryetari Këshillit Ekonomik, vrau veten në momente të rënduara psikologjike. Nako Spiru ishte mbase personaliteti më interesant mes kastës drejtuese të komunistëve shqiptar që mori pushtetin në nëntor të vitit 1944. Nako ishte pinjoll i një familje tregtarësh dursake të cilët i kishin mundsuar studime të rregullta që i përmbush në Fakultetin Ekonomik të Torinos në Itali. Gjithsesi, edhe pse vinte nga një familje elitare e Durrësit, Nako Spiru zgjodhi të ndiqte idetë e majta, duke u bashkuar me komunistët. Gjatë periudhës së luftës, fal kulturës dhe inteligjencës, ai lua në rol të rëndësishëm si drejtuesi i rinisë komuniste shqiptare, ku pas vrasjes së Qemal Stafës në maj të vitit 1942, zgjidhet sekretar organizativ. Po kështu, gjatë periudhës së luftës, Nako Spiru shfaqet edhe si kundërshtues i linjës së ashpër terroriste të Partisë Komuniste, një linjë që kishte përgjegjës kryesor Enver Hoxhën. Kundërshtia bëhet publike edhe gjatë plenumit të Beratit, të mbajtur nga data 23 deri në 27 nëntor 1944, ku Nako Spiru kritikon ashpër vijën terroriste të partisë, duke u vendosur madje në krye të një lëvizjeje për largimin e Enver Hoxhës. Mendimi i Nakos për Enverin lexohet edhe në rreshtat e një letre të tij dërguar konsulentit jugosllav në ndihmë të rinisë shqiptare Nijaz Dizdarević. Intelekt mesatar, në shkollë jashtë vendit dhe si profesor përsëri mediokritet. Gjatë gjithë kësaj kohe, para themelimit të partisë, jetë jo shumë e rregulluar. Në parti, sektar. Tani dëshiron të jetë i respektuar, po krijon rreth vetes klikën. Kërkon që në çdo gjë të jetë shef dhe të përqendrojë gjithçka rreth vetes. Dëshiron që të gjithë rreth tij të jenë më të vegjël se një kokër. Gjithsesi, varësia që Partia Komuniste e Shqipërisë kishte nga Partia Komuniste Jugoslave e Titos në përzgjedhjen e drejtuesve të lartë, bën që Nako Spiru të mos mënjanohej. Antar i byros politike të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste qysh nga viti 1944, menjëherë pas çlirimit, Nako Spiru emërohet ministër i ekonomisë. Ndërsa në prag të vetvrasjes ishte edhe më i pushtetshëm, pasi kishte marrë detyrat e ministrit të industrisë, kryetarit të Komisionit të Planit të Shtetit dhe kryetarit të Këshillit Ekonomik. Ashtu si gjithë krerët komunist shqiptar, edhe Nako Spiru fillimisht i shkon pas projektit të përfshirjes së Shqipërisë si një republike e Jugosllavisë, një ide që ishte dakordsuar qysh në vitin 1946 në një takim mes Titos dhe Stalinit në Moskë. Pak javë pas këtij takimi, në maj 1946, Stanoje Simić, ministri i jashtëm i Titos, firmos në Tiranë me Enver Hoxhën një traktat 20 vjeçar të bashkëpunimit dhe ndihmës së ndërsjellët mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë. Në pikën 3 të marrëveshjes bie i dakord për një pakt ushtarak, sipas të cilit në çdo situatë rreziku nga ndonjë fuqi e huaj, jugoslavët dhe shqiptarët do të dërgonin ushtrit respektive për të ndihmuar njëri tjetrin. Një muaj më pas, në qershor 1946, Enver Hoxha udhëton drejt Jugosllavisë dhe në takimet me Titon nënshkruan një tjetër marrëveshje për të ndjekur një politikë të përbashkët ekonomike, duke koordinuar planet kombëtare ekonomike për bashkimin doganor, për sistemin monetar dhe financiar, si dhe për çështjen e unifikimit të çmimeve. Pas kësaj marrëveshje, këshilltarët e Titos depërtojnë në të gjitha zyrat e shtetit shqiptar, përfshir ushtrinë, ndërkohë që serbo-kroatishtja bëhet lëndë me detyrim në të gjitha shkollat e mesme të vendit. Pakënaqësia e shqiptarëve reflektuar së pari te ministri i ekonomisë Nako Spiru nis menjëherë sa po kuptohet skllavëria e re. Nis kur shohin se jugoslavët po paguanin shumë pak për lëndët e para dhe po zbraznin tregun duke paguar lirë për të gjitha produktet, sidomos për ato që ishin bler në tregun europian qysh para luftës. I pari që del hapur kundër bashkimit ekonomik me Jugosllavinë, duke e konsideruar si proces skllavërues, do të ishte Nako Spiru, kryetari i Komisionit të Planit të Shtetit. Mëtej, Nako Spiru, fare i vetëm, e bllokon marrëveshjen shqiptaro-jugoslave për unifikimin e monedhës, duke u shfaqur si ngadalësues i bashkimit ekonomik mes dy vendeve. Qëndrimet e tij zgjojnë armiqsinë e jugoslavëve,
të cilët nisin ta konsideronin si frymëzues të armiqësisë ndaj jugoslavëve. Një periudhë kur ministri i brendshëm Koçi Xoxe, me dakordsinë e Enver Hoxhës, nis ta survejoj dhe ndjek nga pas në çdo lëvizje. Duke parë që Enver Hoxhën dhe pothuaj gjithë të tjerët pas tij i kishte kundër, duke mos gjetur mbështetje as te krerët e misionit sovjetik në Tiranë, Nako Spiru mbetet pothuaj i vetëm në luftën e tij. Një situatë shpirtërore që më 20 nëntor të vitit 1947 e çon drejt vetvrasjes.